Një burr I martuar pasi u divorsua bëri diçka që se kishte bërë kush. Dëgjojeni me vëmendje. Kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Më ka lënë pa fjalë ky rast dhe do t'ju them se përse. Atëherë duhet të dini që kur martohet njeriu, bën aeng, bën një dasëm, fton njerëz, miq dhe shok. Por ajo çka bëri Francesco ka ndodhur para pak ditësh dhe është bërë viral jo vetëm në Itali, por tashmë e pash edhe tek The Sun. Është e çuditshme ajo që ka ndodhur në Itali. Francesco, një zotëri që njihte një vajzë që kur ishin të rinj. Dhe kjo vajzë I shkonte gjithmonë. Tani ai kishte kuptuar, I thoshte asaj her pas here, I thoshte shiko, nuk është ende momenti për të martuar, por le të ecim edhe pak, të shikojmë, të njihemi mirë dhe pastaj të shikojmë që se çdo gjë përputhet, pra përputhet karakteri im me tëndin dhe yti me imin, sepse ndoshta unë nuk mund të jem njeriu I dur, I tha ky. Kaloi kohë dhe ajo insistonte që donte që të martohej me të. Dëgjojeni se është vërtet e bukur. Dhe u martuan. Më në fund Francesco vendosi që të martohej. Gjatë martesës së tij, ai ftoi rreth 150 të ftuar, pra dasmor. Bëri një dasëm madhështore, ftoi miq, shok, vëllezër dhe nga familja e gruas. Kaloi kohë, lindën një djalë dhe nuk kalua 6 vite, gruaja filloi që të sillej ndryshe, nuk sillej si më përpara. Dhe ai e kuptoi që ndoshta kishte ndonjë diçka, problemi ishte I tij, dhe filloi që të ndryshonte. Në fakt një ditë teksa u zun, dëgjojeni me vëmendje, teksa u zun me njëri tjetrit, I thot ajo, ti thot nuk e ndryshuar as pak në këtë dashuri, thot. Nuk e bër as edhe një gjë. Unë thot bëj çdo gjë dhe ti s'ke bër asgjë. Ndëjti ai dhe filloi zënka, dhe I tha një gjë, o gruaj, tha. Po mirë, tha. Ti më martove që të më ndryshoje, apo më martove sepse më doje ashtu siç isha? Ajo mbeti pa fjalë, jo ashtu siç ish. Patëre pse kërkon që të më ndryshosh mua ti? Për çfarë arsye? Kaluan edhe pak kohë thatë ju dhe ky rrinte pas të birit shumë, sepse I biri I tij los futboll me sa lexova. Mirë po, nuk shkonin mirë gjërat. Nuk shkonte mirë ajo martesa dhe çfarë bëri? Ulën një ditë I tha, gruaja tha, dua të më thuash ta, çfarë ka ndodhur që ti tha sillesh ndryshe me mua? Po jo ajo këtë e kuptoi ky, tha, ti doje tha vetëm të sistemohesh, e tha, dakor ti tha. Dhe ai ç'bëri? Kishte bërë që kur bëri martesën, bëri divizionet e I beni, me fjalë bëri atë që mos kishin pasuri të përbashkët dhe ndarjen e pasurisë. Dhe pasurinë e tij e vendosi më vete dhe pasurinë e saj më vete. Tani ai ç'bëri që mos I marri ajo pasurinë? E mori pasurinë dhe e hodhi në emër të vllajt dhe një pjesë të nënës. Nuk ishte shumë, por me sa e kuptova 2 shtëpi kishte, një shtëpi ku rrinin bashkë dhe një tjetër. Dhe njëri ja çoi nënës dhe tjetri ja çoi të vllajt. Dhe u përgatitën shkuan në gjyq. Kur shkuan në gjyq, kjo mikja tha, po unë tha, I tha avokatit, unë nuk do marr asgjë, tha, sepse tani në ndarjen që bëjmë ta unë takon një pjesë e pasurisë. Po I tha gjyqtari. Pyetën, po s'kam unë, I tha ai. Pyetën atë avokatin tjetër, nuk ka, nga kërkimet që bën nuk kishte ky pasuri. Gruaja mbeti me gisht në gojë. Pra përveç se kërkoi të sistemohej, ngeli me gisht në gojë, sepse nuk mori as edhe një gjë, por prisni sepse nuk marron këtu. Burri e dini se çfarë bëri? Tani këtë vit, me fjalë s'ka as pak ditë, bëri një dasëm tjetër, por dasëm divorci. Nuk kishte ndodhur asnjëherë, nuk e kisha dëgjuar asnjëherë një dasëm divorci. Bëjnë njerëzit, në intervistën që e pash, bëjnë njerëzit tha dasëm për tu martuar, tha. Por unë bëra dasëm për tu divorcuar, tha. Me vidal dasëm divorci, tha, që se bën kush. Dhe unë tha, jam I kënaqur, tha. Sepse në këtë rast, tha, do e kujtojmë, tha, qoftë unë, tha, dhe qoftë bashkëshortja ime. Dhe ftoi miq dhe shok, por prisni. Ftoi edhe një prezantuese të famshme që është Donatella Balivo, që padyshim shumë prej ju e njohin, është prezantuese e Rai 2. Dhe I dha 5.000 euro asaj, sepse aq kushton ajo.
nga 5 deri në 12.000 euro nëse do prezantoj, po ajo nuk ishte vetëm prezantuar, ishte vetëm e ftuar. E ftuar 5.000 euro, padyshim, kaq i ka dhënë, nuk është bërë publike se sa i ka dhënë, po unë jam i bindur që kaq është shifra. Dhe i dha 5.000 euro asaj me këtë qëllim, ma merr mendja. Unë më mirë ja jap asaj që gëzoj për divorcin se sa t'jap gruas time që u talli bythën me mua, që kërkoj që të më ndryshonte, kërkoj të sistemonte jetën e saj dhe kërkonte pasuri nga ana ime. Dhe kështu ja punoj gruas së tij. Mirë po doja t'ju pyesja juve. Keni dëgjuar në një rast ju që dikush të festoj për divorcin, pa me fjalë ta bëj ashtu siç edhe një dasëm. Unë s'kisha dëgjuar kur, është hera e parë që dëgjoj dhe e lexova 30 hera të lajm. Ka ndodhur thash para pak ditësh, lajmi është bërë viral sa që ka shkuar edhe tek The Sun. Të gjithë po shkruajnë për këtë, por është bërë viral dhe unë doja t'ja u tregoja sepse përveç se nuk kisha dëgjuar asnjëherë për këtë, por doja t'ju thosha diçka tjetër. Por mi o drejtë e mori. Kjo vajzë kërkonte që të sistemoj, dakord. Pse kanë këtë vajzat në tru që duan të sistemojnë njerë? Për çfarë arsye të sistemojnë? Nuk është më si më përpara. Nuk jetohet më si më përpara. Më përpara ishte kështu që vajza, meqense kishte punonte burri dhe kishte burri para, donte që të sistemojë dhe bënte martesë. Tani nuk është më kështu, sepse është gruaja ka të njëjtat nivele me burrin. Bile grua si hapen më shumë dyer se sa burri. Dhe ajo nëse është e zgjuar, hap jo vetëm dyer, por shkatërron botën. Bile ka nga gratë më të pasura në botë, nga njerëzit më të pasur në botë janë 4 gra. 4 gra miliardere. Dhe gratë janë të suksesshme. Shiko, gruaja arrin kundrejt mashkullit. Nëse gruaja vendos të shkojë diku, ajo arrin. Mashkulli jo. Pra nuk është njësoj si mashkulli. Megjithatë, çfarë mendimi keni për këtë, sepse thash doja ta diskutoja, se po na marri edhe në telefon, jemi me vonesë ndoshta. Jam pak me vonesë, por unë doja t'ja u tregoja sepse ja t'ju them dhe këtë. Shiko, mbaj mend, unë për shembull, shiko, kur ndoshta këto janë gjëra familjare, kështu intime, por doja u them, unë ku nuk më puqeshin me njërin, për shembull, edhe ish bashkëshortja ime, kur nuk më puqej, i ka dhe kaq, lash çdo gjë dhe i ka. Nuk ka disa që nuk e pranojnë që t'i japin të ardhurat e tyre, nuk pranojnë që t'i japin një pjesë të parave, apo në këtë rast, shiko, unë pse them që gjithsekush ka karakterin e tij. Unë e bëra në atë formë sepse për mendimin tim, duke patur një fëmijë bashk, padyshim duhet, sepse në radhë të parë njëherë bën për fëmijën. Pastaj edhe sepse ti e martove. Ishte si ishte e martove, pra respekt reciprok. Kështu që duhet menduar mirë ndonjëherë. Në këtë rast për shembull ajo, okay, do vi momenti, sepse kanë fëmijë bashk, do vi momenti që do bëjnë ndarjen dhe fëmia do mbetet mes të 4 rrugëve dhe njëkohësisht do e marrë vesh për tatin, nëse ai është 7 vjeç, mos gaboj tani që lexova, ky që ka ndodhur rasti tani, do lexoje një ditë për tatin, që do thotë edhe si do ta vlerësoj ai tatin, që thotë për shembull që e la nënën time pas 1 lek. Tani varet, ndaj ju pyeta juve, ju çfarë do të bëni në një rast të tillë? A do të zgjidhni që do të jepni diçka, një ish gruaje, apo me fjalë që do kërkoni divorc, apo jo? Dhe tjetra, do ta bëni një dasëm tjetër gjatë përfundimit të asaj rrugë me të. Nejse, doja t'ja u tregoja sepse më bëri shumë përshtypje. Më bëri përshtypje, ta po insistojnë duke më telefonuar, më falni, Okej. Dhe po thoshja që unë për shembull nuk jam dakord, por doja t'ju pyesja juve nëse ju jeni dakord me një argument të tillë ose jo. Hajde, kalofshi bukur, hajde.